Sanksionet e vendosura nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kanë detyruar kompaninë ruse Gazprom të tërhiqet nga Serbia, duke vënë në pikpyetje pozicionin e fuqisë së pretenduar të presidentit serb Aleksandar Vučić dhe duke ekspozuar dobësinë e pushtetit të tij, shkruan gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Në analizën e saj me titullin Impresioni i Trumpit e zbërtheu iluzionin e pushtetit në Serbi, Fast vlerëson se ndonë se Trump shpesh perceptohet si politikani i paparashikueshëm që demonstron forcën, në këtë rast ai ka vepruar seriozisht. Sipas gazetës, pasojat e kësaj qasjeje i ndjen më së shumti vendet dhe udhëheqësit e dobët, përfshirë Serbinë dhe presidentin e saj Aleksandar Vučić, i cili, siç shkruan Faz, është mbështetur më shumë në retorik se sa në fuqinë reale. Gazeta shkruan se përballë mungesës së energjisë, karburanteve dhe rritjes së pakënaqësisë qytetare, Vučići është detyruar të tërhiqet përballë kërcënimeve gjithnjë më konkrete nga Washingtoni. Largimi i Gazpromit nga nafta industria serbe, e njohur si NIS, që Fazë cilëson më tepër si përjashtim se sa largim vullnetar, sipas gazetës redukton ndjeshëm ndikimin rus në hapësirën e Bashkimit Evropian. Kjo lëvizje nuk pritet mirë nga qarqet strategjike në Kremlin, ndonse çmimi i shitjes rreth 1 miliard euro ishte dyfishme i lartë se shuma me të cilën Rusia kishte bler nisin serb. Gazeta vlerëson se me këtë zhvillim po ndryshon në mënyrë thelbësore rendi energjetik në Ballkanin Perëndimor. Në vlerësimin e saj kritik, Faz shkruan se një vendim i vetëm në Washington e ka detyruar Vučićin, i cili e konsideronte veten të barabartë me presidentët e Rusisë dhe të Kinës, që të përballet me realitetin se ai udhëheq një vend të vogël me rritje të ngadalësuar ekonomike, sistem juridik të korruptuar dhe me një shoqëri të pakënaqur, deri në atë pikë sa ai u detyrua të premtojë zgjedhje të parakohshme. Faz përfundon se Serbia si vend kandidat për anëtarësimin në Bashkimin Evropian ka rol të rëndësishëm në Ballkanin Perëndimor dhe se Brukseli duhet ta ruajë perspektivën europiane të saj. Megjithatë, sipas gazetës, kjo perspektivë mbetet e vështirë për të realizuar me Vučićin në pushtet, pasi besimi ndaj tij është zbehur jo vetëm te qytetarët e Serbisë, por edhe brenda vetë Bashkimit Evropian.